U zhduk në mënyrë misterioze, jo nga unë. Unë arrita ta qenë treg. E qova në për kioska. Se si e bën nuk e di. Po e di që s'gjendet. Krijove një gazet tabloid Po pas matit ishte. Pas matit që do të ishte ime. VFLP, vdekje fashizmit, liri popullit. E bëra për të tallë me komunistët atë. Imagjino një djalë i ri në gazetari që bën këtë satirën e fortë ose ç'a mund të quhet tallje le ta themi kështu. Harroj që një podcast mund ta themi këtë. Mund ta themi. Ja vura emrin VFLP dhe poshtë me gërma të vogla thoshte aty VIP, fashion, lojra, personazhe. Po, luaje me dy standarde, vajmend. Pjesa që më pëlqente më shumë ishte shoqëroja ndonjëherë atë menaxherin e shitjeve në mëngjes, edhe janë këto pleqt që blejnë të parët gazetën. Edhe shikte VFLP ta ke merrte. Ikte 500 lekësh. Dhe hapte aty, dilte në shal. 500 lekë kushton të? Po, dilte në shal, në cicë aty, e mbyllte gazetën kështu. Tani, kam dëgjuar atëherë një tash e them që një numër komplet u zhduk nga qarkullimi për shkak se ti guxove të publikoje një histori mëkatare dhe të fshet mes një politikani dhe një këngëtare të famshme. Emrat nuk e dia duhet i them, po. Më mirë jo. Na e kurse. U zhduk në mënyrë misterioze, jo nga unë. Unë arrita ta qenë treg. E qova në për kioska. Se si e bën nuk e di. Po e di që s'gjendet. Pyete, çfarë ndodhi me ato numër? U ble? U blen në 6:30 mëngjesit e gjitha. Bravo, qof. Sa vjeç ishe atëherë? S'kisha bëj zët. S'kisha bërë 20, e vogëzuar për Flavion. Për kur ishe 20 vjeç, e meriton. Për Flavion kur ishe 20 vjeç. Meriton.